Lufta mes Iranit, Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit po hyn në një fazë shumë të rrezikshme se sa një përplasje e zakonshme ushtarake. Ajo po lëviz me shpejtësi nga qielli i raketave drejt zemrës së ekonomisë globale, naftës, porteve, korridoreve detare dhe sigurisë së gjirit. Zhvillimet e raportuara sot më 31 mars 2026 nga Corriere della Sera tregojnë se kriza nuk është më vetëm çështje bombardimesh dhe kundërgoditjesh, por një goditje e drejtpërdrejtë ndaj sistemit energjetik ndërkombëtar. Pika më alarmante është sulmi ndaj një tankereje kuvaitiane në portin e Dubait. Sipas raportimit të cituar nga Agjencia Shtetërore Kuvaitiane, KUNA, kompania kombëtare Kuwait Petroleum Corporation, njoftoi se Ania Al Salmi, e ngarkuar plot me naftë, u godit nga një sulm iranian ndërsa ndodhej në zonën e ankorimit të portit. Nga sulmi pati dëme në trupin e Anies, shpërtheu një zjarr në bord dhe u krijua rrezik për derdhje nafte në ujërat përreth, edhe pse nuk u raportuan të lënduar. Vetëm ky episod mjaftoi që tregjet të reagonin me nervozizëm ekstrem. Çmimi i naftës Brent u ngjit në $115.49 për fuqi në hapjen e tregjeve aziatike, ndërsa UTI arriti në $106.86. Sipas raportimit, rritja erdhi pasi autoritetet në Dubai po përpiqeshin të vinin nën kontroll zjarrin në tankerën e goditur. Kjo tregon se investitorët po e lexojnë konfliktin jo më si një krizë të izoluar, por si një kërcënim të drejtpërdrejtë për furnizimin me energji. Në të njëjtën kohë, fronti ushtarak mbetet i ndezur. Të paktën 10 shpërtime janë dëgjuar në Jeruzalem dhe në rajonin e Shfelës, pasi Irani ndërmori një tjetër sulm me raketa kundër Izraelit. Sirenat e alarmit janë aktivizuar në disa zona, ndërsa ushtria izraelite tha se mbrojtja ajrore reagoi ndaj raketave të lëshuara nga Irani. Paralelisht, goditjet kundër Iranit vazhdojnë me intensitet. Corriere raportoi se në Teheran, Isfahan dhe Zanjan janë sinjalizuar shpërthime të forta, ndërsa në kryeqytetin iranian u raportuan edhe ndërprerje të energjisë elektrike. Në Isfahan, sipas të njëjtit raportim që citon Wall Street Journal, SBA goditën një depo të madhe municionesh, duke përdorur një numër të lartë bombash depërtuese prej 2000 poundësh. Mbi këtë sulm, Donald Trump publikoi edhe një video në rrjetin e tij social, duke i dhënë operacionit edhe një vulë të fortë politike dhe propagandistike. Bilanci i përshkallëzimit nuk ndalet vetëm tek Irani dhe Izraeli. Sipas kronikës së publikuar nga media italiane, 4 ushtarë izraelit janë vrarë në jug të Libanit, çka tregon se konflikti po mban të hapur edhe boshtin libanez, ndërsa në planin energjetik, Kina duket se po përgatitet të rifillojë blerjet e naftës bruto dhe gazit natyror të lëngshëm nga SBA, si pjesë e përpjekjeve për zbutur pasojat e turbullirave të lidhura me mbylljen de facto të ngushticës së Hormuzit. Sipas të dhënave të cituara nga Kpler, në prill pritet transporti afro 600.000 fuqive në ditë të naftës amerikane drejt Kinës. Këtu nis edhe leximi më i rëndësishëm gjeopolitik. Kur goditet një tanker në Dubai, mesazhi nuk është vetëm ushtarak, ai është ekonomik, strategjik dhe psikologjik. Sulmi prek jo vetëm një anije, por vetë idenë e sigurisë së trafikut energjetik në gjirin persik. Dhe kur tregu e përkthen këtë në një Brent mbi $115, do të thotë se lufta po çmontohet si konflikt rajonal dhe por i lind si krizë globale me ndikim të menjëhershëm në zinxhirët e furnizimit, sigurimet detare, kostot e transportit dhe inflacionin. Kjo është një inferencë analitike e mbështetur tek sulmi ndaj tankeres dhe kërcimi i menjëhershëm i çmimeve. Për Europën ky është një sinjal i zymt. Kontinenti që ende nuk e ka kaluar plotësisht goditjen e krizave të mëparshme energjetike, përballet me rrezikun e një vale të re shtrenjtimi. Për Ballkanin pasoja do të vijë jo nga fronti ushtarak, por nga tregu, karburant më i shtrenjtë, presion mbi çmimet, nervozizëm financiar dhe ekspozim më i madh ndaj lëkundjeve ndërkombëtare. Shqipëria, si një ekonomi e vogël dhe e hapur, nuk e ka luksin ta shohë këtë si një luftë të largët. Çdo përshkallëzim në Hormuz përkthehet me vonesë, por me siguri në faturë më të rëndë për konsumatorin dhe në presion më të lartë për qeveritë europiane. Kjo pjesë është vlerësim analitik, i nxjerr nga zhvillimet e raportuara mbi tregjet energjetike dhe korridoret e furnizimit. Në fund, tabloja është e qartë. Raketat po bien në qiellin e lindjes së mesme, por jahona e tyre po dëgjohet në bursat e Azis, në tankerët e gjirit dhe në llogaritë e konsumatorëve në të gjithë botën. Lufta nuk po zhvillohet më vetëm për territor apo prestigj strategjik, ajo po zhvillohet për kontrollin e rrugëve të energjisë, për frikën në tregje dhe për aftësinë e secilit kamp për të imponuar tjetrit, kostoj që shkojnë përtej fushë betejës. E pikërisht këtu qëndron rreziku i vërtet, jo vetëm tek ajo që shpërthen sot, por tek ajo që mund paralizohet nesër.